Vërshimet kanë përfshirë edhe rajonin e Ohrit, ku janë prekur disa fshatra dhe pjesë të qytetit. Situata po menaxhohet nga ana e komunës dhe ndërmarrjeve komunale. Kryetari i komunës Kirill Pecakov thotë se situata më e rënduar është në fshatin Orman, ku kalon edhe lumi që ka dalë nga shtrati. Најголем проблем, без исклучок, кој што го создават е Коселска река и она кое што надоаѓа од Дебелополе по каналите. Отворени се, постојат на 2-3 места канали отворени кои што 30 години вода не примиле, значи тоа после 30 години се случуваат и добар дел од куќите кои што се тука се веќе поплавени и се во опасност поплават на нормално продолжи, таа Коселска река е излиена на неколку места, најмногу е погодено селото Орман и Nga qendra për menaxhim me kriza thonë se po qëndrojnë në terren për të vëzhguar nga afër situatën. Në Ohër dhe rrethinën e tij, për shkak të rreshjeve të dendura të shiut, ka budrume, oborre dhe disa ndërtesa të përmbytura në qytet. Disa përrenj janë dalë nga shtrati, ndërsa autoritetet lokale dhe stafi i krizës janë në terren, ndërsa ekipet e ndërmarrjeve publike vodostoden, ujësjellsi, ndërtimi të ulët dhe komunalec ndërhyjnë dhe largojnë ujin. Kryetari Pecakov tha se 24 orët e ardhshme janë rrezik për Ohrin pasi që në mëngjes ka rënë edhe borë në pjesët malore nga ku rrjedh edhe lumi që ka dalë nga shtrati.